Gjykata e posaçme antikorrupsion ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për disa prej të arrestuarve në kuadër të operacionit të zhvilluar nga SPAK, i cili lidhet me tjetërsimin e pronave në Bregdet dhe një vrasje me paramendim. Sipas vendimit të gjykatës, në burg janë lënë Vullnet Muça, vëllai i Aleksander Lahos, i njohur si Rumi Shiakut, Enea Kume, vëllai i deputetit socialist në Durrës, Loer Kume, Vlash Braja, si dhe Astrid Avdylaj, alias Astrid Badhiu, aktualisht dënuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. SPAK bëri të ditur se operacioni synonte eliminimin e dy grupeve kriminale të përfshirë në vrasje me paramendim për hakmarrje dhe tjetërsim pronash në zonën bregdetare, duke përdorur falsifikim, korrupsion dhe shantazh ndaj zyrtarëve publik. Nga hetimet rezulton se Astrid Avdylaj akuzohet si drejtuesi i grupit kriminal dhe porositës i ekzekutimit të Edmir Bregut, i njohur edhe si Ilir Kuçi, i vrarë në 21 janar 2021 në Durrës. Vrasja u kryesi hakmarrje për tentativën e vrasjes së nipit të tij, Aldo Avdylaj. Gjithashtu, hetimet tregojnë se Enea Kume dhe Aldo Avdylaj kanë vepruar si koordinator të ngjarjes, ndërsa autorët e dyshuar të ekzekutimit janë shtetasit me iniciale ED dhe AD, të cilët janë ende në kërkim. Ndërkohë, Aleksander Laho është shpadur në kërkim për krijimin e një grupi kriminal që kishte si objektiv tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Në total, operacioni i SPAK-ut shënjestron elementë të grupeve kriminale të lidhura me krimin e organizuar, vrasje me paramendim dhe abuzim me pronën publike dhe private, duke synuar goxhitjen e strukturave që veprojnë në Bregdet dhe brenda territorit të vendit.